Përshëndetje, po fillojmë intervistën e radhës pak ndeshje me Akademinë e Futbollit të Elbasanit. Ignatia vjen pas një periudhe përsëri fare të shkurtër, përgatitet për këtë takim me nga një pretendentët e radhës për të hyrë në final forë. Për më shumë, trajneri Tetova. Përshëndetje për ju. Profesor Tetova, Ignatia mban vendin e parë dhe po kalon një formë të qëndrueshme me shumë mungesa. Çfarë rëndësie ka kjo ndeshje për ju, duke parë dhe renditjen e Elbasanit në vendin e 5? Mendoj për nga rëndësia, mendoj që është ndeshje e radhës kundër Elbasanit, që këto ndeshjet e fundit ka bërë goxha mirë. Mendoj që ka një ekip të pjekur dhe mendoj që bën një lojë mirë futbolli. Sa e vështirë është për një trajner të mbajë ekuilibrin midis dëshirës për fitore në çdo ndeshje dhe nevojës për të ruajtur energji për Final Four-in? Mendoj Final Four është pak më vonë, sigurisht që nga unë i pari dhe lojtarët jemi të fokusuar tek ndeshja e radhës, që në këtë rast është Elbasani dhe të gjitha energjitë do të jenë për Elbasanin. Duke qenë të parët, a ndjeni ndonjë presion shtesë për të ruajtur kreun deri në fund apo tashmë fokusi është te faza e play-offit? Jo, presion nuk ka, por na duhet vazhdimsi. Mendoj që lojtarët e ardhur nga dëmtimi, mendojnë që kanë nevojë për minutë dhe mendoj që kështu të rrisin performancën e çdo lojtari deri në fund që të kemi gjithë. Në ndeshjet e fundit keni alternuar skema dhe rolet në mesfush. A do të shohim sërish ndonjë ndryshim taktik ndaj Elbasanit? Do të ketë ndryshim taktik patjetër, sepse siç e dim kemi edhe mungesa në mbrojtje. Gjatë ndeshjes kupës kemi pas dëmtime, kështu që do të shikojmë diçka, do të operojmë sot se siç tha edhe profesori, koha ka qenë e shkurtër. Si e vlerësoni balancën mes mbrojtjes dhe sulmit në këto 3 ndeshjet e fundit? A ka diçka që doni të përmirësoni për këtë takim? Atëherë mendoj që skuadra ka qenë mirë organizuar në të dy fazat, edhe në mbrojtje edhe në sulm. Ajo që shqetëson më tepër është pjesa e mbrojtjes, që kemi pas një ekuilibër të mirë për faktin e ndryshimit të lojtarëve, po jo për fajin e tyre, por për punë dëmtimesh. Elbasani ka një mesatare të lartë goditjesh drejt portës jashtëzone. A është kjo një pikë që keni analizuar dhe si planifikoni të ndërhyeni në bllokimin e këtij rreziku? Atëherë nuk është se jam marrë me karakteristika, por gjithsesi kjo është diçka që shikohet. Mendoj që kanë, siç e thash, kanë një skuadër të pjekur, të mirë organizuar për lojën e futbollit. Mendoj që kemi marrë masat e duhura. Statistikat tregojnë se Ignatia ka pasur mbi 65% posedim në shumicën e ndeshjeve. A do ta kërkoni të dominoni edhe këtë sfidë me topin apo do adoptoheni sipas rrjedhës së lojës? Fizionomia ime e punës është majtja e topit në zotërim dhe për këtë mendoj që këto 3 vite kanë qenë dominuese, pak në majtja e topit dhe çdo gjë do të jetë e bazuar tek qarkullimi i topit. Pastaj, për çfarë do ndodhi do të shikojmë nesër. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit, sukses.